Poetja e njohur Mimoza Ahmeti është padyshim një nga personazhet më të komentuar dhe më të dashur të këtij edicioni në Ferma VIP 3. Fjalë karakterit të saj unik, batutave spontane dhe momenteve të sinqerta, ajo ka arritur të rrëmbejë vëmendjen e publikut duke u kthyer në një fenomen viral në rrjetet sociale. Megjithatë, për të dritave të spektaklit dhe personazhit që shohim në ekran, ekziston një anë më intime e shkrimtares që rrallë herë ekspozohet në media. Mimoza Ahmeti ka qenë martuar me studiuesin dhe publicistin e njohur Aurel Plasari. Nga kjo martesë erdhën në jetë dy vajza. Lidhja e fortë mes tyre u dëshmua së fundmi edhe brenda reality show, kur vajzat e saj vendosën ta surprizojnë shkrimtaren duke i dërguar një dron me një mesazh mbështetës. Ky gest i bukur krijoi një moment mjaft prekës dhe thellësisht njerëzor që emocionoi jo vetëm Mozën, por edhe gjithë audiencën që po e ndjek. Të dyja vajzat kanë ndërtuar profile të suksesshme, duke zgjedhur rrugë jetësore të ndryshme nga njëra tjetra. E hir, siç duket nga fotot, ajo ka trashëguar shpirtin rebel dhe artistik të nënës. Ajo është thellësisht e angazhuar në botën e artit, duke zhvilluar talentin e saj si shkrimtare, piktore dhe kantautore. Ndërsa Luka, për të dimensionit artistik të familjes, ajo zgjodhi fushën e mjekësisë dhe rehabilitimit. Ajo është një fizioterapiste e licencuar, e cila aktualisht ka ndërtuar jetën dhe karrierën e saj në Kanada. Ky artikull tregon të njëherë se prapa poetes karizmatike dhe ndonjëherë provokuese qëndron një nënë e cila ka arritur dy vajza të pavarura dhe të suksesshme në rrugtimet e tyre. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.